Ne duam që ky të bëhet një vend ku të tjerë të vinë, siç kanë ardhur gjatë gjithë këtyre viteve dhe jo të ikin. Unë pikëllohem kur dëgjoj histori njerëzish që kalojnë trauma. Unë pikëllohem kur dëgjoj që një nën me një fëmijë 2 muajsh pasi ka luftuar me kancerin për vite e vite të tëra dhe ka dashur të jetojë sepse ka dashur të bëhet nën, vendoset përpara dhëmbëve të një fytyre të verbër që nuk është verbëria e drejtësisë që gjykon drejt, por është verbëria e brutalitetit që humb gjykimin. Por duhet më besoni që nuk ka një rrugë tjetër. Po të kishte një rrugë tjetër, të jeni të sigurt që unë i pari do ta kisha marrë. Por nuk ka një rrugë tjetër për ta bërë këtë vend një vend ku pas 10 vitesh, 15 vitesh, drejtësia të jetë ajo që është në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian ku ne duam të bëhemi pjesë e pandar. Patjetër do të kërkoj vite. Sa vite ka kërkuar ky transformim që keni bërë ju? Nuk është bërë më herë. Nda e ka hapur derën e Akshit. Akshi kishte një emër që nuk i thoshte asgjë askujt, dhe kishte një grusht shërbimesh jo domethënëse dhe kishte një numër përdoruesish që ishin disa mira. Sot Akshi ka përdorues të gjithë shqiptarët në Shqipëri dhe në të gjithë botën përmes i Albanias. Është një fatkeqësi shumë e madhe që emri i Akshit të njolloset, por nga ana tjetër nuk mund të themi që për shkak të gjithë këtij transformimi dhe për shkak të gjithë kësaj bare që ju mbani, Akshi është i pahetueshëm. Ose më saktë që një veprimtari e caktuar e lidhur me Akshin është e pahetueshme. Këtë s'mund ta pretendojmë dot. Ama ashtu siç suksesi juaj ka kërkuar kohë, dhe sot ne flasim për inteligjencë artificiale, sot ne flasim për një model. Dje kemi qenë bashkë me Enion dhe me ministrë Nvidian. Dhe Nvidia është e gatshme të bëhet partnere për diellën. Të bëhet partnere me ne Nvidia për diellën. Për çfarë është diella? Diella është një produkt i Enios, i Lindës dhe i të tjerëve këtu që punojnë me ta dhe që më falni se unë po njofta një qeros me qerosin lidhem edhe të tjerët nuk më bëjnë përshtypje. Është e pa imagjinueshme. Është një histori prekse. Vërtet që një grusht të rejash dhe të rinj këtu në Shqipëri prodhojnë diçka për cilën ka folur e gjithë bota dhe sot ne jemi në kushtet kur së shpejti ju do të shikoni do të vinë këtu ekipi Nvidias për të filluar punën për ta çuar diellin në një nivel krejt tjetër. Si është e mundur kjo? Kjo është e mundur sepse e bët ju. Prandaj ju jeni shumë të çmuar. Nëse për një moment do të mendonim që të fikeshin dritat e kësaj shtëpie, Shqipëria do të kthehej në epokën e gurit, në kuptimin e gjithçkaje që ishte përpara se sa ju e ta transformonit këtë vend në vendin e mbi 1000 shërbimeve publike online dhe në vendin ku s'ka radha. Tani ne i kemi dhe disa sfida të tjera, me kush do t'i bëj, ju do t'i bëni, me të gjithë mbështetjen dhe të gjithë dashamirësinë dhe të gjithë përkujdesin tonë. Ju do t'i bëni sfidën e prokurimeve publike me inteligjencën artificiale.